Ngjarjet HTML janë gjëra që u ndodhin elementeve HTML. Shembuj të ngjarjeve. Klikohet një buton HTML. Një faqe interneti ka përfunduar ngarkimin. Mausi lëviz mbi një element. Shtypet një tast në tastier. Një fushë hyrje HTML ndryshohet. Në shembullin e tanishëm, një atribut onClick me kod i shtohet një elementi buton. Në këtë shembull, kodi JavaScript ndryshon përmbajtjen e elementit me ID demonstrim. Në shembullin aktual, kodi ndryshon përmbajtjen e elementit të vet duke përdorur this inner HTML. Kodi JavaScript shpesh mund të jetë i gjatë disa rreshta. Është më e zakonshme të përdoret atributi i ngjarjes për të thirrur një funksion.